Kryeministri Edi Rama përfaqësoi Shqipërinë në konferencën për rindërtimin e Ukrainës, që po mbahet në Poloni me pjesëmarrjen e kryetarëve të shteteve dhe qeverive, institucioneve financiare ndërkombëtare, përfaqësuesve të biznesit dhe organizatave të shoqërisë civile nga mbar bota. Besoj se koncepti i këtij takimi është shumë i thjeshtë. Nëse rindërtimi pret derisa të bjerë plumbi i fundit, atëherë do të jetë tashmë tepër vonë. Ukraina po rindërtohet, ndërsa njëkohësisht mbron veten. Ky është kuptimi i madh i kësaj konference. Kreu i qeverisë rikonfirmoi qëndrimin e Shqipërisë krah Ukrainës dhe përfundimin e luftës. Shqipëria është këtu me një bindje shumë të thjeshtë. Ukraina duhet të sigurojë paqen me të njëjtën vendosmëri me të cilën po mbron lirinë e saj. Kryeministri theksoi se rindërtimi i Ukrainës dhe integrimi i Ballkanit Perëndimor në BE janë dy procese që plotësojnë Europën dhe forcojnë qëndrueshmërinë e kontinentit. Nga ana tjetër, ne shohim rindërtimin e Ukrainës dhe integrimin evropian të Ballkanit Perëndimor si procese që përforcojnë njëri tjetrin. Të dyja kanë të bëjnë me plotësimin e Europës, forcimin e qëndrueshmërisë së saj dhe uljen e ceneushmërive strategjike. Rama theksoi se Europa mund të ndihmojë në rindërtimin e së ardhmes së Ukrainës. Natyrisht, rindërtimi nuk është bamirësi, por strategji. Nuk bëhet fjalë vetëm për të riparuar ato që është shkatëruar, por për të rindërtuar një Ukrainë demokratike, europiane, moderne dhe të qëndrueshme, duke treguar se e gjithë Europa është e aftë ta bëjë këtë. Konferenca ndërkombëtare synon të forcojë mbështetjen ndërkombëtare për Ukrainën dhe të mobilizojë investime për rindërtimin dhe zhvillimin afatgjatë të vendit. Diskutimet fokusohen në sektorët më të prekur nga agresioni rus, përfshirë energjinë, infrastrukturën kritike dhe logjistikën, si dhe në forcimin e kapaciteteve të sigurisë dhe mbrojtjes, të konsideruara thelbësore për procesin e rindërtimit.